600 ditë në Gaza dhe bota heshti, 600 ditë ferm mbi tokë, 600 ditë bombardime, 600 ditë fëmijë që zgjohen mëngjes pa nënat e tyre, 600 ditë në të cilën toka e Gazës u bë varrezë, por jo e pashpresë. 600 ditë që qielli u mbush me flakë por zemrat me besim. Fëmijët e Gazës mësojnë alfabetin me B si bomba dhe me M si martir. E ne numërojmë ditët, ata numërojnë të gjallat. Ne dridhemi nga errësira, ndërsa ata ecin me të në besim. Ne ankohemi për jetën e vështirë, ata falen në gërmalla. Ata thonë, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, mjafton për ne Allah. Gaza nuk ka rënë. Ajo ngriti popullin më të fortë në tokë, që e duan jetën, por nuk i friksohen vdekjes për të drejtën. Dhe kur bota mbylli sytë, Zoti hapi dyert e mëshirës për ata që bien dëshmor. 600 ditë dhimbje dhe prapë thonë, Elhamdulillah. A thu vallë ku janë shtetet muslimane? Ku janë shtetet në flamojnë që shkruajnë La ilaha illallah, por që heshtin kur shkelet fjala e Allahut? Ku janë ato shtetet që heshtin kur shohin duke u vra pleq, gra, fëmijë dhe duke u djegur të gjallë? Ku janë zërat e fuqishëm të udhëhecëve që bëjnë thirrje për drejtësi, por nuk hapin asnjë derë për Gazën? Pse na tradhtuan me të afërmit tonë? A thua na vret me shumë plumbo i armikut, apo heshtja e vllaut tonë? Gaza nuk është vetëm në rrëfim nga jashtë, por edhe në harresë nga ata që u betuan në Islam. Mos u bëni nga ata që flasin për xhenet, por e harrojnë derën për ta fituar dhe ndihmën për të shtypërit. Allahu sheh gjithçka, edhe heshtjen tonë. O Allah, na fal që ekzistojmë në këtë kohë. Zemra na bën, por jemi të pafuqishëm për të ndihmuar. Allahu e shlirof popullin e Gazës dhe çdo popull që është duke u përballur me padrejtësi. Paqe për të gjithë.